Mirëmbrëma të gjithëve, jemi në prag të 7 marsit, një datë që na rikthen tek emocionet e para të shkollës, tek mësuesit që kanë lënë gjurmë në jetën tonë, dhe pse jo, sot në iMedia vendosëm të ndalemi pak më thellë tek mësuesi si profesionist, si mentor, si një njeri që çdo ditë përballet me sfida të dukshme dhe të padukshme. Ndaj kam kënaqësinë të kem të ftuar zonjën Luiza Mustafaj, drejtoreshe e Gjimnazit Partizani, e cila me vite me radhë ka drejtuar një nga shkollat me traditë në vend. Faleminderit që u bëre pjesë e podcastit tonë. Faleminderit që më ftuat Ilir. Kënaqësi të flasim për arsimin, sepse në këndvështrimin tim gjithmonë arsimi ka qenë një nga shtyllat kryesore të një shoqërie, sepse sigurisht që është e ardhmja e një kombi. Dhe me qenë se jemi tek ardhmja e një kombi, do doja të ndalesha ose ta nisnim me çfarë po ndodh me arsimin në Shqipëri, si është situata e nxënësve, e gjimnazistëve. Unë nuk di ta ndaj në fakt këtë situatën si kanë qenë edhe si janë nxënësit, për shkak të dashurisë jashtëzakonshme që kam për profesionin tim, për nxënësit. Tek e fundit janë ata që na kanë bërë këta që jemi, ashtu sikurse edhe ata e thon shpesh që një pjesë e karakterit e formësimit të tyre vjen nga ne. Kështu që e kam pak të vështirë që të përgjigjem kështu për këtë pyetje që në fillim. Le ta ngrohim pak bisedën. Në fakt, historia juaj me Gjimnazin Partizani nuk është e tanishme, është e hershme, ka të paktën e gjithë historia dhe ke kaluar disa breza. Po shumë breza kam kaluar, madje mund të them me shumë kënaqësi që gjithë krenarinë e profesionit tim ma ka dhënë Gjimnazi Partizani. Unë kam punuar vetëm një vit, mbasi kam përfunduar universitetin në gjimnazin tim, ku kam bërë vetë gjimnazin, dhe pastaj kam punuar shumë pak kohë në një shkollë tjetër dhe në 2003-shin në vazhdim jam pjesë e Gjimnazit Partizani si mësuese mëtej si drejtuese, kështu që nuk di të flas për ndonjë gjë tjetër më mirë se sa për Gjimnazin Partizani. Okej, flasim pak për nxënësit, sepse 2023-2026 i bi gati 23 vite eksperiencë në një shkollë dhe ti më shumë se kushdo tjetër e njeh më mirë atë godin ku hyn dhe dalin nxënës. Sot kemi nxënës që janë shumë herë më të informuar për shkak edhe të teknologjisë. Dhe le të themi dallimi mund të jetë më i thjeshtë për ta bërë si e mban mend Luiza ditën e parë në shkollë me nxënësit dhe në Gjimnazin Partizani. Në Gjimnazin Partizani. Në Gjimnazin Partizani në fakt ka qenë një shtator i vitit 2003 kur ne jam bërë pjesë e Gjimnazit Partizani. Edhe ka qenë fillimi i vitit, pas 2 javësh fillonte shkolla, edhe unë mu desh pak kohë që të njihesha me shkollën, me kolegët, mëtej me nxënësit, dhe ka qenë jashtëzakonisht emocionuese për mua, pavarësisht se kisha pak kohë që punoja diku tjetër, po kisha punuar në 9 vjeçare. Në gjimnaz ishte hera e parë që shkoja aty. Edhe prisja kisha dëgjuar që gjimnazistët janë të vështirë edhe disa problematika që thuheshin atë kohë të moshës. Dhe isha përgatitur, realisht isha përgatitur vija nga një shkollë private, në fakt, edhe isha përgatitur për të parë çuditëra. Atë vit unë fatmirësisht kisha një vit të parë, paralele të vitit të parë. Dhe prisja realisht, pra pritshmëria ime ishte se do të gjeja problematika që nuk do t'i përballoja dot me pak përvojë që kisha në atë kohë. Pra ishe para përgatitur që do të kishe një para përgatitur dhe kisha formuar në kokën time kështu skema pedagogjike për rastet nga më të vështirat. Të them diçka që në fillim që unë jam bie 2 prindërve mësues, edhe me shumë përvojë. Në arsim dhe në shtëpinë time kisha dëgjuar vazhdimisht për mësimdhënien, për profesionin ton. Madje mendoj deri diku tani që jam bërë mësuese edhe për të vazhduar një farë profesionin familje dhe për t'i kënaqur deri diku prindrit e mi. Dhe isha përgatitur në fakt me disa skema pedagogjike që i matë mi kishte mësuar për rastet e vështira të mësimdhënies edhe për nxënësit problematik. Edhe kur u hasa me nxënësit, vura re që ishin të gjithë fëmijë të urtë, fëmijë të mirë, që unë nuk e kisha të vështirë që të hyja në komunikim edhe të menaxhoja.
Edhe kjo më ka bërë pastaj që t'i shoh nxënësit, pra mendova që kisha bërë një gabim në kokën time që I kisha paragjykuar, pa I prekur ende gjimnazistët. Dhe me sinqeritet u a them, madje nxënësit e mi të asaj periudhe, matura 2003-2007, janë miqtë e mi më të mirë sot. Ta them me sinqeritet këtë gjë, jemi familiarizuar sot, janë me fëmijë, takohemi, vinë tek shkolla si miq realisht, dhe gjithmonë u a them që ju keni qenë ata që më keni thyer realisht një klishe ndoshta në kokën time. Je shtyr nga prindrit për të vazhduar këtë profesion? Sepse mamaja ime për shembull vdes që unë të bëhesha mësues. Po pse si plotësove dëshirën? Nuk e di, zgjodha gazetarin, zgjodha median. Po mund vish. Jam kohë. Je në kohë. Do ta mendoj. Realisht unë vi nga një familje me 2 prindër mësues. Jemi 4 fëmijë, unë jam e 4-ta, vllai studioi ekonomik, 2 motrat mjeksi, dhe unë e vija re që I mat kishte një peng. Dhe më ka thënë vetëm një fjali shumë të shkurtër kur mbarova gjimnazin, po nuk është keq të bësh mësuese. Unë kisha qef letërsinë atë kohë. Isha në mëdyshje në fakt midis mjekësisë dhe letërsisë, dhe vetëm kjo fjali e Timeti realisht nuk është se, domethënë I shihja motrat që studionin jashtëzakonisht shumë, mjekësia kishte një volum të jashtëzakonshëm. Unë lexoja letërsi. Dhe më dukej pak jashtë natyrës time, në fakt, mjekësia. Kështu që mbeta tek letërsia edhe një rrugë 2 punë, I bëra edhe qefin. Dhe nuk e bërë keq. I bëra edhe qefin prinderve. Dhe jam shumë e lumtur, në fakt, që ata shpeshherë sot në biseda me miqe me shok, thonë Luiza është mësuese, pra e përmendin më shumë krenari këtë pjesë. Si është raporti? Ka patur më shumë nxënës nëpër klasa në atë kohë kur ti e ke nisur pra në 2003-shin apo ka sot? Shumë tepër. Klasa ime e parë ka patur më kujtohet. Jo, sepse mbaj mend që shtoja në fund të regjistrit, shtoja me dorë ja 4 viza. Për emra, ka pasur më shumë se 50, 52, 53 ka patur klasa ime. Unë mbaj mend në gjimnazin ku unë kam përfunduar studimet, Besnik Sykja, mbaj mend që dikush një nxënës na u bashkua gjatë semestrit të dytë dhe mësues. E shtuam në fund. Po, ju shtua një vit dhe u shtuan 2 apo 1. Po, ndoshta kjo gjë. Ka patur 50 deri në 51. Po, kjo është e vërtetë. Nxënës. Po nuk e harroj Ilir, kur kam hyrë për herë të parë në klasën time, në gjimnazin Partizani, dhe vija nga një shkollë private, më thash, dhe ishin klasa më e madhe me 12 veta. Dhe kur hyja aty, më thënë ishin gjithë vegjël, sepse ishin vit parë, por ishin shumë, dhe ishin 3 vetë në bank, 4 vetë në bank, dhe kjo realisht më dha një impakt kështu, wow, si do t'ja dalë. Edhe por ishte edhe e bukur. Ishte edhe e bukur. Si arrin që të arrish të mbështesësh edhe atë nxënësin që ka nevojë për mbështetje, se kur ka shumë njerëz, shumë nxënës në klasë, domethënë është pak dhe më orët vazhdojnë të jenë 45 minuta, apo? Sigurisht. Por janë 2 herë 45. 2 herë 45. Po. Dhe si arrin, domethënë është e vështirë për një mësues që të ndihmojë edhe atë nxënësin që është pak më I dobët se ai që nuk ka nevojë për asistencën e mësuesit. Nuk ka nxënës pak më të dobët, nxënësit janë të natyrave të ndryshme, sepse dhe ai që ju e quani pak më I dobët, ai ka ca aftësi të tjera. Është më I mirë në një lëndë tjetër? Po ka aftësi, nxënësit janë të gjithë pa përjashtim me një spektër aftësish ku mbizotron njëra apo tjetra, dhe mësuesi I mirë sigurisht që do shumë vëmendje, do shumë punë ta njohësh nxënësin, edhe sigurisht që duhet punosh pastaj me pikat e tij më të forta. Bashkë është ndoshta intervista e dytë apo e tretë që zhvillojmë, po më herët jo podcaste, intervista të shkurtra, dhe ju flisni me të njëjtin pasion si para shumë vitesh kur unë isha pjesë e një medie. Si e mban pasionin për mësimdhënien? Duhet vish në çfarë të motivon? Duhet vish në fakt të hysh në mësim edhe të kuptosh, sepse nga jashtë shkolla duket ndryshe, të garantoj. Shkolla them me gjithçka që ka brenda, ambienti, fëmijët, mësuesit vet, atmosfera, duket shumë ndryshe nga jashtë dhe është shumë ndryshe nga brenda. Nga brenda është një mrekulli. Kushdo që hyn, unë të garantoj një gjë që mikeshat e mia apo miqtë e mi shpesh më thonë, Luiz, ku e gjen gjithë këtë qetësinë, buzëqeshje ndonjëherë, edhe sensin e humorit apo të gallatës.
në kuptimin e zakonshëm të fjalës, sepse ne rrim gjithë kohën me një moshë që ka kaq shumë energji, edhe mjafton të rish me ta. Unë shpesh bëhem pjesë e grupeve të nxënësve, e kam kënaqësi këtë pjesë dal nga zyra, sepse kënaqësia është aty tek fëmijët. Unë merrem shpesh me aktivitetet në shkollë. Në fakt, realisht edhe shkolla është e bukur edhe nga jashtë, po nga brenda ndoshta duhet vinë ta vizitojmë më shpesh, apo duhet vinë që të shohim edhe se si zhvillohen. Të gjithë ata që vinë, të gjithë të garantoj që të gjithë se teori mund të bëjmë pafund, si mund të ishte, si është, çfarë thuhet, por të garantoj një gjë, që ata që vinë nga jashtë dhe vizitojnë apo marrin pjesë në një orë, thonë, vërtet pas ka fëmijë kaq të mirë, vërtet këta janë ata fëmijët që shohim aty jashtë ndryshe, po ashtu janë në fakt, dhe do të ftoj një ditë që të jesh pjesë në një orë mësimi. Ju flisni për nxënësit, ju flisni për periudhën, ju flisni për nostalgjinë, por në fakt gjimnazi në vetvete është një nga periudhat më të bukura të jetës së një njeriu, dhe aty edhe të rinjt janë pak, le të themi, dhe më të shfrenuar. A kanë nxënës sot që lejnë orët e mësimit, që janë pak më rebel, që preferojnë, domethënë, të largohen pak nga mjedisi i gjimnazit. Unë për shembull jam një nga ata nxënës që në gjimnaz kam bërë mungesa. Do doja shumë që të kisha pasur nxënësin tim. Çfarë do të kishte ndryshuar? Po ja, do të bënim një diagnozë të shkurtër. Cilën orë lije? Shiko, mua më pëlqenin më shumë këto lëndët sociale, por kur vinte ora e kimis, matematika më pëlqente. Kur vinte ora e kimis, të jam i sinqert, kisha dëshirë të ikja, ta lija orën e kimis. Mos të bezdiste ndonjë aromë nga preparatet? Ndoshta jo, mbase janë dhe mësuesit që, le të themi, nxënësit të bëjnë atë lidhjen, është dhe mënyra e mësuesit se si e lorën e mësimit. Kishe pasur këtë problematikën, të themi, me lëndën e kimis që në 9 vjeçare? Ndoshta jo. Ja. Në gjimnaz mbase. Në gjimnaz, okay. Ja, po të bëj diagnozën pra, se këtë do bënim, do të thonë, përse Iliri lë vetëm orën e kimis? Ka të bëj me mësuesen e kimis, ka të bëj me ndonjë shqetësim që ty të sillte ndonjë nga kimikatet, sepse duhet parë edhe kjo. Ndoshta ishte edhe vështirësia për të fiksuar formulat apo tabelën e Mendelejevit. Do punonin pak më tepër me zyshën atëre me tabelën e Mendelejevit. Nuk e di, mbase është perceptimi im, por pyetja ishte nxënësit e gjimnazit Partizani i lën orët e mësimit? Nxënësit e gjimnazit Partizani, ashtu sikur se gjithë nxënësit në këtë botë e Republikës së Shqipërisë, edhe më gjerë se sa Republikës së Shqipërisë, ashtu sikur se edhe ti ndonjëherë, ashtu sikur se edhe unë ndoshta ndonjëherë, kanë tendencën që njeriu vet ka tendencën që të thyej rregullat. Pozicioni ynë pastaj kundrejt këtij fenomeni është respektimi i rregullores. Dhe pavarësisht se metodika është gjithmonë e njëjtë, që nëse nxënësi lë orën e mësimit, i njoftohet prindi. Mban përgjegjësi edhe prindi në këtë pjesë. Sigurisht pastaj funksionon edhe numërimi i mungesave, po të mos harrojmë që sot ne kemi SMIP-in, sistemin e shpejtë informacionit, që prindi e sheh, madje ka detyrimin që ta shoh brenda ditës çfarë ka ndodhur me fëmijën e tij, edhe të pozicionohet, mbaj pozicionin e tij, sepse ne vërtet punojmë shumë që fëmia të mos e lërë, dhe unë vërtet them që nëse një fëmijë shihet që vazhdimisht le të njëjtat orë, pra vazhdimisht lë, të themi, orën e kimis, atëherë duhet parë se cila është problematika, cila është qasja e këtij fëmije me lëndën, apo me mësuesin, apo me diçka tjetër që ndodh kundrejt lëndës, dhe gjithmonë tendenca është për ta zgjidhur. Po sigurisht që ka rregullore, sigurisht që funksionon rregullore, ka nxënës madje që digjen me 30%. Po digjen nga mungesat, kështu që klasën. Patjetër, në qoftë se bëhet i pakualifikuar në më shumë se sa 2 lëndë, del i pakualifikuar për gjithë vitin. Kështu që nxënësit e din vetë ata deri ku e kanë atë kufirin që munden t'i lënë orët e mësimit edhe të marrin mungesa. Sigurisht që edhe bashkëpunimi me prindrit është shumë i rëndësishëm, dhe nëse nuk ndodh kjo, është më e vështirë edhe ti menaxhosh nxënësit apo gjimnazistët. Po kur ikin, ku shkojnë? Sepse në kohën time, për shembull, shkonin ose në diskotek,
Në mes të ditës? Po, ishte trend në atë kohë. Ja, këtë se kemi tani. Ju nuk e keni, sepse kohët kanë ndryshuar. Ose ndonjë bilardo. Edhe kjo nuk është më në trend. Prandaj edhe unë po i përsëris po i sjell në vëmendje për të kuptuar se si kanë ndryshuar brezat. Në kohën time mund të pijej maksimumi në një cigare. Alkooli nuk është se e kishim të preferuar. Sot ka shisha, çfarë ka sot? Ka nuk e di, nuk i frekuentojnë diskotekat, ka shumë le të themi vese të tjera që i kanë ndryshuar kohët, ka PlayStation, ndoshta, nuk e di. Ju vinë mesazhe për shkakun, ju vinë njoftime që filan nxënës e lë orën e mësimit se në filan orë shkon luan PlayStation apo shkon në shisha apo pra e keni pak a shumë. Nuk është në trend as PlayStation, as edhe shisha nuk është më në trend. Tani jo për t'i mbrojtur, por për t'u thënë atë që është e vërtet, do t'i thosha që një pjesë e mirë e fëmijëve kanë stërvitje ndonjëherë, janë për shembull të grumbulluar. Unë kam shumë nxënës në gjimnazin Partizani dhe ata që do ta dëgjojnë këtë e dinë se sa herë përplasemi për këtë pjesë sepse vinë edhe thonë se unë jam i grumbulluar sot, kam stërvitje, sepse realisht ata që janë me ekipe sportive janë të detyruar që t'i ndjekin edhe gjatë paraditeve stërvitjet, sepse ai është orari që i mbledh trajneri. Ka nxënës që punojnë dhe unë i respektoj realisht, ka një pjesë mirë të fëmijëve që punojnë dhe ndos ndonjëherë që me dijenin e prindërve më thonë shikoj për shembull duhet largohem orën e fundit, por gjithmonë ne hym në kontakt me prindrit. Nëse fëmia kërkon leje brenda hapësirave që ne mundemi, sepse edhe familja e di që punon edhe shkon aty dhe ti s'ke punuar më duket. Unë kam punuar. Po pse se përmende? Që ndoshta më doli nga mendja. Që ikje ndonjëherë se punoje? Unë punoja pas orarit të mësimit, madje. Jo, po flas brenda orarit. Po ndoshta edhe pas orarit duhet ikje pak më përpara sepse duhet të ushqehesh, të ka qenë një periudhë kohe që godina e shkollës tonë, Besnik Syke, ju nështrua rikonstruksionin dhe ne na u desh që të shkonim tek gjimnazi Petronim. Pas dite. Po, pas dite. Por unë ndërkohë i koordinoja turnet dhe nuk e pengoja shkollën. Pra, jo se unë doja shkollën, të kuptohen. Ti ke dashur shkollën, të garantoj. Se për te humorit, është, ju thash dhe më përpara që periudha e gjimnazit është një nga periudhat ku të rinjt edhe eksperimentojnë, edhe duan të shpërthejnë, edhe duan të gjejnë veten se ku duhet të shkojnë dhe çfarë duhet të bëjnë e tjera me radhë. Dhe në kohën e sotshme mundësit për t'ia zënë hapësirën apo për t'i mbajtur brenda oborrit shkollës janë dhe më të shumta, sepse ju organizoni edhe aktivitete kulturore, organizoni edhe shfaqje teatrale, ndërsa në kohën time për shembull vetëm një aktivitet ka qenë, në mos gaboj, Rimfest. Është ende. Është ende, okay, më vjen mirë dhe është Tirana Art Fest. Tirana Art Fest, okay. Dhe në kohën time nuk kishte le të themi këtë zhvillimin ose mbushjen e orëve të mësimit me aktivitete që zhvillohen nëpër gjimnazet e Tiranës, nuk kishte olimpiada, nuk kishte konkurse për letërsinë, apo nuk është se jam në i brez shumë i madh, se 2005 e kam mbaruar maturën, po. Po kështu ka qenë dhe koha, venim nga një periudhë shumë e vështirë, në të shtata që la pas, ishin vite të tëra për të rimë këmbur. Dhe për këtë jam i sigurt që sot gjimnazistët edhe e kanë pak më të zënë kohën për shkak edhe të zhvillimeve teknologjike. Dhe unë dua të di sot si është ai raporti mes nxënësit dhe mësuesit, sepse ju jepni mësim apo jo, pavarësisht se ushtroni funksionin e drejtoreshës, si është ky raporti, sepse në kujtimet e mia drejtoresha ka qenë ai personi më autoritar i shkollës, qoftë për nxënësit po edhe për mësuesit. Domethënë kërcënimi më i madh ishte që do të çojnë drejtori. Unë do të përgjigjem fare shkurt me një batut që ma ka thënë një nga vajzat para disa ditësh që e kishte kujtimet e veta. Në fakt, si vajzë që ka mbaruar gjimnazin Partizani, por në periudhën kur unë jam ende në drejtim. Pra isha drejtoresha e vet. Edhe më thotë që shpesh herë kur më thoshin Zysha do të çojmë te drejtoresha, i thosha, hajde shkojmë te drejtoresha sepse realisht unë ndonjëherë, jo realisht edhe nxënësit ma thon këtë gjë, është shumë e lehtë të
komunikosh me mua. Pra, zyra ime realisht është e hapur që në mëngjes për nxënësit, sepse ne i bëjmë një gjë të bukur nxënësve gjimnazin Partizani, vendosim muzikë në mëngjes. Dhe ata vinë ndonjëherë edhe për të ndruar muzikën. Dhe vinë për shembull ose ndonjë këngë preferuar ose ndonjë këngë ditëlindje, dhe unë i them okay, shko vendoset. Dhe dera ri e hapur në mëngjes dhe vinë lirshëm. Dhe sigurisht që hyn në komunikim. Unë jam pjesë edhe aktiviteteve për shkak edhe të lëndës, e teatrit që ti përmende, një pjesë mirë e aktiviteteve i ndjek vetë, dhe jam goxha e familiarizuar me fëmijët. Mundohem shumë që të mos u jap sensin e autoritetit që vetë figura e drejtoreshës mban. Sepse kështu do të humbisja në fakt shumë. Dhe mendoj që duke u dhënë më tepër hapësirë komunikimi, duke u shfaqur realisht, sepse unë nuk e fshet dot dhe ti ma vure në dukja të dashurinë për profesionin, dhe dashuria për profesionin nuk është për profesionin, është për fëmijët, është për nxënësit. Po mirë, ata marrin për dobësi shpeshherë nxënësit mirësinë Nuk mendoj që ma marrin për dobësi. Unë realisht marr shumë kënaqësi nga komunikimi me fëmijët. Dhe ndonjëherë unë e kam shumë të vështirë të hyj nga porta e shkollës deri në zyrën time pa u folur gjithë nxënësve që has në borë. E kam për kënaqësi, mirëmëngjes zemër, mirëmëngjes shpirt. Është një pjesë që më jep shumë kënaqësi, është doza e parë e kënaqësisë që marr para se të ngjitem në zyrë. Pastaj vjen ky momenti i dytë që vendosim muzikën, edhe kjo është një dozë kënaqësie, sepse vetëm të dëgjosh muzikën që zgjedhin, e kupton që nuk janë ata. Ndonjëherë vendosin këngë që ty s'ti pret mendja. Gjithmonë janë brenda. Mos më thuaj që Vaçezelën. Vaçezelën, po ja kemi vendosur, sepse zakonisht jemi kështu sipas periudhave, kur kanë qenë festat e nëntorit, jo vetëm që e vendosin, edhe ti po qesh. I dëgjojnë, madje këndojnë, ne kemi një kor të mrekullueshëm në shkollë. Por realisht nuk duhet të flas shumë, do të ftoj një ditë në shkollë dhe të kuptosh realisht se nuk është se po i hiperbolizoj ato që po them, po kështu është. Në fakt unë pyes sepse shpeshherë në diskutimet tona të përditshme ndeshemi me prindër që thonë që nxënësit nuk i pyesin më mësuesit, ka rënë figura e mësuesit, nuk kanë më autoritet sepse janë brezat që po rrisim. Ndoshta është perceptim, nuk e di, ndoshta kanë edhe të drejtë, por brezat realisht që po rrisim janë shumë të informuar. Dhe informacioni që ata kanë shpeshherë bën që të mendojnë për nevojën e mësuesit, pse duhet, sepse kemi ChatGPT-n e pyesim për gjithçka. Është e vështirë kjo situatë? Ka hyrë fuqishëm teknologjia apo po e kthejnë? Rëndësinë çdo profesioni, vetëm vetë individi mund t'ja jap. Pra, ju jepni vetë rëndësinë profesionit tuaj si gazetar, një jurist ja jep vetë, pra e formon vetë imazhin e vet kundrejt komunitetit për profesionin e vet. Dhe ju e keni vënë re ndoshta që edhe mësuesit nuk janë të gjithë një lloj. Edhe gazetarët nuk janë të gjithë një lloj, ka figura që janë maksimalisht të respektuara, e ka figura të tjera që nuk e kanë arritur ende atë limitin e maksimumit të respektit për profesionin. Unë mendoj që çdo mësues, fus veten time edhe kolegët edhe çdo kënd tjetër që na dëgjon, ka një imazh për veten dhe punon gjatë gjithë kohës për të formuar maksimalisht këtë imazh. Imazhin, personalitetin, autoritetin, formimin shkencor, sepse është shumë i rëndësishëm, sepse ne përballemi në klasë, detyra jon kryesore është mësimdhënia. Dhe nëse një mësues sheh që tek vetja nuk ka arritur ende maksimumin e vet për nga përgatitja, sigurisht që duhet vazhdoj të formohet. Që kur të hyj në klasë të jetë maksimalisht i përgatitur edhe të mos hast ndonjëherë me pyetje që e vën në vështirësi nga nxënësit, sepse nxënësit edhe vetë kanë nxënës dhe këta janë shumë për hir të së vërtetës që studiojnë shumë, janë të formuar, por sigurisht edhe përballja me teknologjinë i bën ende më të informuar, por të mos harrojmë që sa do të informohen, e sa do të kenë informacion, mbeten në psikologjinë e një fëmije. Pra, për sa i përket formimit psikologjik, janë brenda moshës së tyre. Kështu që një mësues i përgatitur e ka shumë të lehtë që të përballet
me një psikologji të tillë të përpunuar ndoshta nga informacioni më shumë se ç'duhet që merr nga chati apo nga çdo lloj burimi teknologjik. Por ama të mos harrojmë që prindrit dhe unë nëse do bëja sot ndonjë sugjerim, do ta bëja për prindrit që ndoshta është një brez i prindërve ky që i ka fëmijët aktualisht në shkollë që ka qenë i ngarkuar. Pra ka qenë një periudhë ku për shkak të fenomeneve sociale dhe për shkak të shumë arsyeve nuk janë përqendruar shumë tek prindërimi. Dhe këtë gjë e vë më re. Pra është nevoja për të njohur fëmijët tanë më mirë. Nëse kjo shoqëri duhet përmirësojë diçka, është modeli i prindërimit. Sepse fëmia kur vjen tek ne ka marrë shumë informacion nga mënyra se si duhet ta përballojë këtë kohë që po jetojmë të ngarkuar edhe me teknologji edhe me fenomene nga më të ndryshmet edhe të rrezikshme sigurisht, por i ka marrë nga familja. Kur vjen në bankat e shkollës, që në parashkollore, më tej sigurisht në gjimnaz, është formuar shumë nga familja. Dhe nëse ky model prindërimi nuk ka qenë në atë lartësi që duhet, sigurisht që fenomenet duken tek fëmijët. Duken. Në kohën time nuk kisha një iPhone, kisha një Nokia 3310, e kisha bler nga puna që bëja pas shkollës. Dhe ishim gjatë gjithë kohës, jo vetëm unë, thuaj të gjitha gjimnazit këto lojrat me gjarpër. Luani me gjarpër, sepse ne s'kishim ChatGPT, nuk kishim Facebook, nuk kishim Google, nuk kishim shumë çka. Kishim vetëm një telefon që thyenim rekordet e njëri tjetrit. Unë kam kapur kaq etj me radhë. Po sot celulari si përdoret? Është i lejushëm? Po i lirë celulari nuk ka qenë asnjëherë i lejueshëm. Asnjëherë nuk ka qenë. Si e ndaloni sot? I lejueshëm. Por, masat kanë ardhur duke u forcuar. Jo vetëm në Shqipëri, por nga informacioni që kam kudo, edhe në vende të tjera. Sepse është një fenomen që nga studiuesit është përshkruar si një nga elementet që bie kundër me mësimdhënien nga burimet që ofron shkolla. Ish përqendron. Një nga arsyet. Së dyti, për shkak sepse ne e shohim vetëm thjesht të mos e mbaj celulari. Por arsyet përse të mos e mbaj, fëmijëve u duhen argumentuar që nga familja. Unë e kuptoj edhe dëshirën që kanë, ose nevojën që kanë prindrit për të komunikuar gjatë ditës, për ditur ku janë, kur do kthehen, dhe kjo është mëse normale, të gjithë e kemi, edhe ne të rriturit brenda familjes komunikojmë për këtë pjesë. Por brenda orarit mësimor, nxënësit nuk duhet ta përdorin telefonin me përjashtim të rasteve për nevoja të metodikës së orës së mësimit. Dhe unë të garantoj një gjë, që nëse një orë mësimi është duke u zhvilluar siç duhet dhe mësuesi është duke e përqendruar vëmendjen tek vetja, me gjitha metodat që i ofron lënda, nxënësit asnjë i shkon mendja ta prek telefonin, sepse është i përqendruar. Këtë mund ta vini re edhe tek studentët në një orë mësimi, nëse u thua mbajeni telefonin, por ama më ndiqni dhe mësuesi është duke e bërë aq bukur ato orën e vet, saqë nxënësi shpërqendrohet dhe nuk e ka mendjen tek telefoni. Sepse ka mendjen. Mendoj që ta lej orën e mësimit. Sigurisht, sigurisht. Për shembull, më thuaj lëndën tënde të preferuar në gjimnaz. Unë kam pas disa lëndë. Më thuaj njërën prej tyre. Ka qenë letërsia. E dija, që ishte letërsia. Ka qenë matematika. Nëse mësuesja e letërsisë ishte duke shpjeguar, të themi, kë ke pas qefti nga autorët. Ishte duke shpjeguar një poezi apo një... Shiko, varet, sepse... Dhe mësuesja ishte duke të mbajtur në ajër të gjithë kohën. Për shembull, mësuesja e letërsisë ka qenë... Ty të shkonte ka qenë e re, Zysh Rezi, po. E përshëndesim. Nuk më kujtohet mbi emrin ndjes. Po ashtu edhe Zysha e matematikës ka qenë, le të themi, jo dhe aq e re, ishte mënyra se si e organizonte orën e mësimit që ta bënte interesante. Pra, të përmenda dy lëndë që janë në kahet ndryshme, pra arti, letërsia dhe shkencat eksakte. Për shembull, Zysha e matematikës kur bënte ato ekuacionet i fuste edhe një batut dhe ne na pëlqente
pa e shpërqendruar vëmendjen, pa e çuar le të themi. Dhe ty të shkonte mendja ndërkohë të prekje telefonin? Ndoshta jo. Të jo. përfshinte në shpjegim, pra nuk ishte ajo mënyra standarde e zhvillimit të orës mësimit. Bëja apeli, kush ka ardhur, kush nuk është, i keni bërë detyrat apo jo, nuk e di se si vijon sot, dhe pastaj Zysha fillonte dhe shpjegonte mësimin e radhës, në fund jepte detyrat. Okej, Zysha e matematikës për shembull, Mirela, bënte një formë të tillë që e zhvillonte çdo ditë ndryshe. Ndoshta në fund i merrte mungesat, ndoshta kishte ditë që nuk i merrte fare mungesat, po ashtu edhe shumë mësuese të tjera. Prandaj thash që edhe e kimis, sepse duket sikur kemi gjithë diçka personale me mësuesen e kimis, po ndoshta janë dhe lëndët që e bëjnë më pak të preferuar orën e mësimit. Pra jemi gjithmonë në idenë time, që nëse, pra, nuk është ideja që shiko ti mos mbaj telefonin. Ideja është që ti japësh rëndësinë e duhur lëndës, mësuesi, sepse nxënësi edhe nëse e ka telefonin, po marrim rastin që nuk e ka dorëzuar në mëngjes, e ka mbajtur dhe në një orë mësimi, që atë e mbush, siç po thoshit ju, me gjitha mënyrat se si Zysha i tërheq nxënësit, nuk i shkon mendja ta telefonin. Por ama, nëse nxënësi është i lënë dhe nëse nuk hap telefonin, do bëj diçka tjetër që prapë do ta shpërqendroj. Do luaj shtet qytet me shokun e bankës. Do luaj me shokun e bankës apo do bëjte një debat me shokun e bankës. Pra që të kuptojmë, telefoni, sepse çdo gjë që thuhet kështu që është e ndaluar duket të rriqet më tepër. Telefoni është diçka që në duart e fëmijëve sot duhet përdoret brenda atyre normave që nuk e dëmtojnë fëmijën. Dhe të mos mendojmë, sepse bëjmë një kundërvënie pothuajse armiqësore kështu midis shkollës edhe fëmijës, ku objekt na qen ka telefoni. Telefoni, ja. Unë prandaj dhe e solla edhe në vëmendje, sepse nuk është telefoni vetëm, janë shumë faktorë. Madje ka raste kur fëmia do ta përdor telefonin për një urgjencë me familjen dhe ne ja japim. Pra nëse ka një nevojë. Po telefonat mblidhen në mëngjes diku? Po telefonat mblidhen vërtet. Në mëngjes, mblidhen diku dhe u jepen fëmijëve mbasi. Nëse ka ndonjë nga ata që ka mundur ta mbajë, sepse ka ardhur ndoshta çik më vonesë në mëngjes apo për një arsye tjetër, mësuesi që evidenton e merr dhe e dorëzon ose tek oficeri i sigurisë ose tek mësuesi kujdestar, ndonjëherë edhe tek unë. Telefonat shpërndahen gjatë pushimit? Jo, Ilir, jo. Në fund të ditës ose vjen e merr prindi ose ne komunikojmë, varet nëse është rasti përsëritur, nëse ka ndodhur edhe ndonjë fenomen tjetër me telefonin. Por unë garantoj një gjë të gjithë prindërve, sidomos që telefoni nuk është gjëja më e mirë në duart e fëmijëve gjatë ditës, sepse e shpërqendron nga mësimi, e shpërqendron. Sigurisht kjo vlen edhe për ne të rriturit. Edhe gjatë mbasdites. Pra, të mos kalojmë në atë pjesën që ja heqim ne dhe mbasdite fëmia rri gjithë kohën me telefon në dorë. Të gjithë prindrit duhet ta kuptojnë vetë dëmin që u bëhet fëmijëve të tyre, jo vetëm nga telefoni, por edhe nga shumë, për shembull, nëse rrin gjatë gjithë kohës duke luajtur në laptop apo në PlayStation apo ku diun këto mjetet e teknologjisë ata përdorin sot, apo dhe nëse shohin filma më shumë se ç'duhet gjatë ditës, gjatë mbasdites, Pra çdo gjë që teprohet është e dëmshme. Çdo gjë që u ha kohën e mësimit është e dëmshme. Çdo gjë që shpërqendron nga mësimi është e dëmshme. Kështu që gjithë njerëzit duhet ta kuptojnë vetë çfarë është e dëmshme në jetën e tyre dhe çfarë është e dobishme dhe i çon përpara në objektivat që ata kanë. Ne kishim raste që mbeteshim pa mësuesen e teknologjisë, nuk e di si quhet sot lënda, TIK, ka edhe teknologji. Ose mbeteshim shumë javë pa mësuesen e anglishtes, sepse mësuesit tanë ishin në moshë dhe sëmureshin ndoshta dhe nuk ishte kushti i zëvendësonte. Sot kemi të rinj mësues që frekuentojnë shkollat në Gjimnazin Partizani. Kemi mësues të rinj, sa janë? Sigurisht, mësues të rinj në profesion, po thoni. Pra, nxënësit nuk bëjnë fest kur mungon Zysha e anglishtes, e zëvendëson dikush. Patjetër. Varet me ditë, ka, nëse bëhet fjalë për pak ditë
dhe ne I mbulojmë brenda shkollës nevojat për të zvendësuar kolegët, po nëse bëhet fjalë pastaj për një periudhë më të gjatë, kërkojmë një mësues zvendësues. Është sfidë për një mësues dhe vendësues me këtë brez? Deri diku është edhe sfidë, sepse do t'u jap mësim nxënësve që nuk u ka dhënë më parë, të themi, jo nxënësve vet konsiderohet, sepse nuk I ka dhënë më parë. Gjithë bukuria e punës një mësuesi është ta marrë nxënësin në fillim të një klase dhe ta çojë deri në fund të një klase, dhe aq më tepër kënaqësia më e madhe është ta marrë në vit të parë dhe ta shoqërojë deri në matur. Po mësuesit e rinj I mentoroni? Sigurisht që vinë emrohen pra, për herë të parë në gjimnazin Partizani. Sigurisht. Mësuesit e rinj në fakt e kanë fatin sot që të mentorohen, dikur ka qenë një vit, tani është 3 muaj, para se të fillojnë, pra të bëjnë stazhin. 3 muaj është momentalisht dhe ne çdo vit kemi stazhier që mentorohen dhe ata e kanë zyrtarisht një mentor I cili e ka për detyrë që ti mbyll këtë periudhën 3 mujore të stazhit. Por dikur për shembull në kohën time mentor ti ja vije vetë syrin. Zgjidhje vet. Po, jo, zgjidhje vet, por ama ti shihje cili ishte kolegu që ty të pëlqente më tepër dhe e imitoje deri diku në profesion. Dhe për shembull unë mentorin më të mirë kam pasur Timat. Dhe deri diku mendoj që jam e kap veten shpesh gjatë punës time në element që e shoh po kështu ta bënte I madh. Edhe babai juaj gjuhë letërsi? Jo, babai im ka qenë histori gjeografi dhe ka qenë edhe drejtor shkolle dhe pa dashje bisedat tona aty shkojnë. Pra, edhe sot e kësaj dite bisedat aty. Patjetër. Aty shkojnë dhe unë më është dashur shumë kohë që të marr fjalën e mirë prej tij, sepse në pjesën më të madhe të kohës ka qenë gjithmonë kritik, ka qenë gjithmonë në mentorimin e tij ka patur këtë modelin që. Po ama ke marr fjalë sinqert. Patjetër, madje kur jam bërë drejtoresh në gjimnazin Partizani, ka ardhur aty edhe ka qenë gjithmonë I rrept në natyrën e vet edhe ka ardhur për të më parë se si isha, sepse nuk e di pse jo gjithmonë jam mbushja mendje, kështu që isha shumë e fortë, sepse duke ditur me sfidat që më prisnin, donte që unë të isha e fortë përballë këtyre sfidave. Dhe mendoj që më ka mentoruar mirë. Por, ti referohemi pyetjes suaj, është një nga gjërat e bukura në fakt të profesionit tonë, është mentorimi I mësuesve të rinj, sepse unë e di që ndonjëherë ata kanë pikpyetjen, vinë përballen me shkollën, me realitetin që ndoshta e kanë edhe të deformuar në mënyrën se si kanë dëgjuar dhe përballen faktikisht me ta. Edhe këtu është serioze puna, ne kemi për detyrë që ti bëjmë ata që me ato 3 muaj të mos e ndrojnë më si profesion. Pra të thonë po unë do bëhem mësues. Sigurisht që ka sfida edhe sigurisht që ata I prekin vetë sfidat, por mundohemi të tregojmë pjesën e bukur të profesionit tonë. Nëse do isha 22-23 vjeçe, është periudha që përfundon le të themi fakultetin, do ta zgjidhje sërish arsimin si rrugë të jetës tënde? Ja do ta them ndryshe. Kur kam qenë në fakultet, ne studentët e mirë të letërsisë ose studentet e mira, sepse kemi qenë shumë vajza, pedagogët tanë na brumosën me idenë që mund të bëheshim edhe kritik letërsie, përkthyes, gazetar, një pjesë e vajzave u bën edhe pjesë e mediave. Dhe na u ngrit pak mendja deri diku që do punonim në këto fusha. Dhe kur kemi përfunduar fakultetin, kemi marrë diplomën mësues të gjuhës dhe letërsisë për shkollat e mesme. Dhe mes nesh në atë kohë edhe shoqet e mia që më dëgjojnë e kanë parasysh të periudhë që ne deri diku jemi mërzitur. Dhe kemi patur atë idenë që tani ne menduam që studentët që studiojnë shumë dhe ne ishim mesatare mbi 9, në fakultetin atë kohë ishte fort shumë kjo notë. Tani ka rënë ndjeshëm. Tani me çfarë kam dëgjuar nuk është në nivelin tonë.
Dhe mësues do bëhemi? Ka qënë si pyetje në kokën tonë, kur sapo kemi marrë diplomat. Dhe një pjesë nuk u bën mësues, një pjesë janë bërë mësues, por ditë të them vetëm një gjë, që kur takohemi, shoh që ato që janë bërë mësues, asnjëri nuk do ta kthente pas si profesion. Pra nëse do t'i bënim këtë pyetje, edhe unë këtë përgjigje po t'jap pak a shumë. Ndoshta është kostumi apo xhaketa që vesh do të bën të ndihesh mirë për atë periudhë kohe që ti po e mban, sepse ke frikë se po të veshësh kostumin e gazetarit apo kostumin e dikujt tjetër. Po ja, çfarë mund të ishim bërë tjetër ne që mbaruam letërsi? Gazetar. Patjetër, mund të ishim bërë gazetar. Shkrimtar. Po shkrimtar jemi, një pjesë e madhe patjetër, mund të shkruash, edhe gazetarin mund ta bësh. Pra, por mësuesia është diçka që është pak e vështirë që nëse nuk hyn direkt mbas bankave të fakultetit, t'japësh mësim, më tej është pak e vështirë që t'i rikthehesh. Dhe ne që kemi kaluar direkt në mësuesi, me njëherë mbas bankave të fakultetit, unë kam hyrë që vitin tjetër. Pra jam diplomuar në korrik dhe në shtator kam filluar. Dhe nëse do kishim bërë një shkputje, mendoj që do ta kishim pasur të vështirë për të rikthyer. Ndërkohë që nuk mendoj që ndonjë nga këto profesionet e tjera që mund të kisha zgjedhur me diplomimin që kam patur, nuk mendoj që do më jepte më tepër kënaqësi se më ka dhënë arsimi. Unë do doja të merra një mesazh nga ju për të gjithë ata mësues që japin më shumë se sa i kërkon detyra. E gjeta bukur besoj, Bukur do të përgjigjem edhe unë. Sepse realisht mesazhi im është ndje se dua ta theksoj se për te humorit. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme në të gjitha fushat. Sot është e vështirë që të gjesh burime njerëzore që të përgjigjen apo të kryejnë misionin e tyre ose për atë mision që u takon. E jo më pasaj që jam i bindur që ende sot ka mësues që japin përtej mësuesisë. E ke vëre ndonjëherë që të gjithë mësuesit apo mësueset flasin me të njëjtin pasion për profesionin e tyre, pavarësisht se mund të ankohen për sfidat edhe unë mendoj që nëse njeriu e ka në natyrë të ankohet për çdo lloj pune që i vihet përpara. E nëse nuk e ka me pasion, prap do ankohet. Unë mendoj që në çdo profesion njeriu duhet t'jap më shumë se sa i kërkohet. Duhet t'jap maksimumin e vet. Nuk ka rëndësi sa i kërkohet. Çdo kush e di cili është maksimumi i vet. Ka ditë që ne japim më shumë se sa maksimumi, sepse e tillë është dita. Edhe në profesionin tuaj mund të keni një sfidë, mund të jesh në një terren të vështirë që t'japësh shumë më tepër se sa ty të kërkohet, sepse nuk bën dot ndryshe. Sigurisht edhe në profesionin ton ka ditë vërtet që ti thua e vështirë. Por sigurisht që në kujtimet e çdo kujt mbeten këto ditët e vështira që pastaj kthehen në kujtime të bukura. Kështu që do të thosha gjithë mësuesve në fakt që sipas fjalisë suaj japin më shumë se ç'u kërkohet, që vazhdoni, jepni maksimumin tuaj, sepse do të merrni më shumë se ç'keni pritur. Unë të falenderoj për të gjitha mesazhet, për të gjithë këtë bisedë kaq të sinqertë dhe më lejo t'ju uroj 7 marsin juve dhe të gjithë plejadës ose armatës së mësuesve të kohës time, të kohës së mëhershme, të gjithë atyre që kanë kontribuar në formësimin e dijeve tona, sepse nuk janë thjesht vetëm dije, por është edhe në një farë mënyrë karakteri ynë. Gëzuar dhe sa më gjatë në arsim. Unë të falenderoj shumë në fakt për intervistën e bukur edhe të sinqertë. Në fakt mendoj që çdo mësues që do kishte qenë sot këtu në këtë tavolinë edhe përballë jush me gjithë këtë mirësinë tuaj të komunikimit, do kishte dhënë një intervistë shumë të bukur. Edhe do t'i përshëndesja në fakt të gjithë mësuesit e Shqipërisë, e gjithë kolegët, të gjithë ata që janë në vitet e tyre të fundit, e të gjithë ata që janë në vitet e tyre të para. E të mos harrojmë që 7 marsi në fakt nuk është thjesht festa e atyre që japin mësime mësuesve, pedagogëve, profesorëve, është festa gjuhës shqipe. Të
kujtojmë pak se si ka ardhur në historinë e shqiptarëve 7 marsi, e kuptojmë që është festa e gjuhës shqipe. Festa e gërmave të arta. Po, dhe le ta duam gjuhën shqipe, le ta duam arsimin, le ta duam shkollën, sepse është një nga mënyrat më të mira që e çon përpara shoqërinë, dhe të mos harrojmë që fëmijët, sikurse është për ju dritë syrie, për mua e për gjithë fëmijët, janë ata që do na kujtojnë pas shumë vitesh për mënyrën se si u jemi ofruar. Kështu që le t'japim maksimumin sot që të jemi pjesë e zhvillimit të tyre dhe kujtimeve të bukura. Ata fëmijë që sot bëhen burra, bëhen nëna, bëhen gjyshër, bëhen gjyshe dhe kujtojnë me madh qoftë edhe mësuesen e tyre të parë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve. Deri në podcastin e radhës, mos harroni t'i thoni faleminderit atyre që ju mësuan jo vetëm shkronjat, por edhe si të jeni nxënës të mirë në shkollën e jetës. Gëzuar 7 marsin.